Matija Përshmajlje, Ministri Kënjarë, Njallën Rosë të Këshilët Bashkjarë Patajës. Në mbështetjet të ligjit 189/2015 për fat qeverisë vendore numri 53.4, numri 55.2, numri 57.2 GMC, njësoj se vlerë e rrasë të Këshillit Bashkjarë Patajës, zhvillohet sot ditën e 1 me datë 26 septembrit 2026, ora 14:00 në sallën e mbledhur të Këshillit Bashkjarë Patajës pranë njësisë administrative Bushat me këtë rendite. Pika para e vitit. Mirëtimi për proces verbal të mbledhjes datë 24 vitit 2026 informacionet për veprët e marrë në këtë mbledhje. Pika 2. Projekt vendim ndjenja njësë ekonomike nga fondi kushtetor për muajin shkurt 2026. Pika 3. Projekt vendim për mirëtimin e tavanave për garnitorët të shpenzimeve të PBA 2027-2029 për Bashkinë Vllazënës. Pika 4. Projekt vendim për shtesën e kranit në Bashkinë Vllazënës të miratuar me VKB numër 74 datë 23/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe PBA 2026-2028. Pika 5. Projekt vendim për shtesën e kranit në buxhetin e Bashkisë Vllazënës të miratuar me VKB numër 74 datë 23/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe PBA 2026-2028 me fondet e trashëguara të pashkëndara dhe të papërdora. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e planit të masave për parandalimin dhe shërbimin e zjarreve në fondin kryor dhe kullorësor për vitin 2026. Pika 7. Projekt vendim për rishikrimin e VKB numër 10 datë 29/2026 për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme familjes që janë dëmtuar nga pandemia në datë 26/10/2025 valor të Bashkisë Vllazënës. Pika 8. Projekt vendim i dhënien e ndihmës financiare të njëhershme familjes që janë dëmtuar nga pandemia në datë 6 i parë 2026 banor të Bashkisë Vllazënës. Pika 9. Raporti i monitorimit të Bashkisë Vllazënës për periudhën janar-dhjetor 2025 dhe vlet vlerësimit për situatën e gjendjes financiare janar-dhjetor 2025 të Bashkisë Vllazënës. Dhe pika 10. Raport mbi punën e Këshillit të Bashkisë për 12 muajin e vitit 2025. Dhe pika 11. Diskutimin e mëshme. Po kush e gjatë programin analitik? Atëherë hallën votimin analitik pro. Test më të vota pro, unë s'ka, se nuk s'ka, me ato dhe analizis. Atëherë fillojmë me pikën e parë. Pika parë. Miratimi i proces verbal të mbledhjes datë 24 vitit 2026 dhe informacion për VKB e marrë në këtë mbledhje. Për këtë pikë të analizis dokumentacionin e keni përpara. Është proces verbal i mbledhjes së rrugës, nuk shkoj. Ka kush me pikë s'ka. A jeni të bërë? Këtë marë pro, unë s'ka, se në s'ka me atorë. Dhe filloj me pikën dhe. Projekt vendimi dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi kushtetor për muajin shkurt 2026. Për këtë pikë kanë një ditë në relator specialistë e zyrës ndihmës ekonomike regionaliste. Të përfitojnë ndihmën ekonomike nga fondi të kushtetuar për muajin shkurt 2026, 126 familje në 396.207 lekë, 5.92% të fondit total. Në total për Bashkinë Vallënderës për muajin shkurt 2026 në shkolla fitues 863 familje në një fond për 6.643.409 lekë, kur 6% të fondit 3.640.640 lekë. Ka kush të i përgjë për një ekonomike? Dhe halë votim, pikën dhe pro, këtë marë pro, unë s'ka, me s'ka, me ata për nërë. Filloj me pikën të, projekt vendim për miratimin e tavaneve për garnitorët të shpenzimeve të shpendave 2027-2029 për Bashkinë Vllazënës. Për këtë pikë të analitik, nga zyra finance, zonja Lenda Zëkan. Tavaneve, shpenzime programit buxhetar pagesë ndihmës së shtatë, ndihmës së madhe për Bashkinë Vllazënës. Atëherë
siç e di, pjesa e bazë e buxhetit bëhet në faza. Kjo është faza në fazën fillestare, ka rënë nga transferta apo kushtuar përgjithshme dhe e kushtuar për periudhën akademisë që kalojnë procesin vendor, monitoron nga Ministria e Financave për uzimi vjetor dhe aty plotësues. Konkretisht, bazohen tek udhëzimi numër 7 27/2026 për redaktimin e programit buxhetor akademisë. Jena në fazë kodalitore, kena në bazë të transfertave që një transferat buxhetit qendror, kena bë pjesën e shpërndarjes sipas shpenzimeve, që janë shpenzime për faza sigurimeve, shpenzimet kapitale dhe shpenzimet operative. Te pjesa e investimeve janë investimet që janë pjesë e 2026 dhe janë vazhdim që shtrihen 27 edhe 28-29. Për pagat sigurime që bëhen parashikimet dhe llogaritje që bëhen gjithmonë, janë të cilësuar të gjitha programet buxhetore që ne kena, si bashkia të specifikuar në tabela specifike dhe janë të detajume në secilin për programeve. Kena një pasqyrë për rastet të shpenzimeve, i kemi paraqitën në atë kreacion, edhe për pjesën e të ardhmave, atë paraqitën një rritje jo shumë domethënë jo pa përgjithshme, por që është thjesht paraqitim dhe në fazë të parë. Në çështë që kemi Po më të në diskutim? Pikën 3? S'ka. Atje, hallë më të pikën 3? Pro? 7 marë. Pro? Numër. S'ka, së një s'ka, një dorë. Dhe filloj me pikën 4. Projekt me një përshkrimësën e planit në bashkim modern të miniaturë me të këtë numër 74 datë 23 komati 2025 për miniatimin e buxhetit të vitit 2026 dhe të bëva 2026-2028. Ka për këtë pikë të në ditë në rëta në një nësë. Po, në këtë projektimin prezentojna duke nisë nga trashëgimi i fondeve që është bërë nga viti 2025, dhe keshi i trashëguar nëpërmjet shkresës fesare që ne bëjmë një raportim për çdo vit. Nga ky raportim ne kena një vlerë për 36.242.046 lekë, janë kesh i trashëguar i pashpërndar dhe i papërdorur. Nga ky fond nëpërmjet projektimeve më përpara kena shpërndar 2.7 ngritje të programit të emergjencë të zjarfikses nëpërmjet BKB-s së tani dhe 6.7 dhe 3.5 që janë në total që kam një vlerë për 10.231.438 që janë paralelisht me këtë projektimin që ne do e prezentojmë në vazhdim. Kjo vlerë, këto vlerë zbriten nga totali, nuk kena një vlerë veto për 23 milion. Kjo është fondi i papërdorur dhe i pashpërndar. Duke nisë nga mundësia që ne kena që këtë fond me bani destinacion për pjesën e përdorimit, i kena çuar investime në këtë program të vitit rrugor në favor të investimit sistemit transportim rruga Kristoffer me kod projekti dhe llogarit që kena të cilësuar. Kjo investim është pjesë e projekte prioritar, është në artimin të këdhen 7.6.23/12/25. Dhe nëpërmjet këtij projektimi ne kërkojmë miratimin e kësaj shtesës që të shtohet në planin e buxhetit bashkisë dhe të përdoret për këtë investim. Dhe i dëshëm që të në shkresën e raportimit në kësare. Ka për që i pikë të një diskutim në pikën 4? Hallë të të pikën 4 pro? 7 marë pro, 1 s'ka, 1 s'ka, një dorë. Atje filloj me pikën 5. Projekt dënim për shtesën e planit në buxhetin e bashkisë modern të miniaturë me PKB numër 74 datë 23 komati 2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe të bëva 2026-2027 me fondje të trashëguara, të pashpërndara dhe të papërdorura. A për këtë pikë në pjesën e vetëm Amina Zalon. Atëherë, edhe kjo është një planin e buxhetit bashkëpunëtor. Ka për qëllim të përmirësu pjesa e këtij vendimi. Atëherë, jena në fazë të
të grantit që në ka ardhur për performancë. Kjo e ardhur me buxhet shtetit. Mund e kalon që na kanë me financimin e ujit, këtë mund me vlerë që na ka ardhur me bërë financimin nga buxheti i shtetit në vlerë për 33 milion lekësh. Edhe Ministria e Financave në komitet shpresës na orienton që me detaju destinacionin e përdorimit, edhe këtë e kena shumë po ashtu në favor të investimit. Të zorë të investimit sistemi mas partim duke është që të kaq, dhe është pjesë të projekte koridore. Gjithashtu, në projektimin financiar kamera për 6.7 milion lekësh që kemi sipas transfereve të pa kursuar përgjithshme që na vjen nga akti normativ i përditshëm. Akti normativ numër 1 muaj datë nëntë i 2025, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për buxhetin e vitit 2025. Kjo ka qysh në dhjetor dhe lejmi në projektimin që të kontra i pa përdorur shkojnë në favor të investimit që e cilësova më përpara. Nëpërmjet, domethënë shpresa është në fillimin që si fillim të përdoret për pjesën e detyrimeve të prapamvetura që bashkia mund të kenë me fondet e veta. Jena në kushtet që me raportimin e testarit, vetëm një vlerë për 1.1 milion lekësh ka qenë si detyrim më pametur me fondet e bashkisë, por duke pas parasysh që bashkia ka gjeneruar të ardhurat të kushte për likuidimin e detyrimit, ky detyrim është likuidu konkretisht me udhërshpenzimin të detenit, datë 27/2/2026 dhe e gjitha kjo vlerë që ne kena në dispozicion në 6.7 kalon në një investim tjetër dhe e kena bërë pjesë të investimet. I kemi cilësuar edhe me tabela, të cilën projekt. Pikën 5, diskutim. Po, atëherë hapëm votim pikën 5, pro. 18 pro, kundër s'ka, s'kemi s'ka, me e torë. Atëherë fillojmë me pikën 6, projekt vendim për miratimin e planit të masave për parandalimin të shkruajtjes e zjarreve në fondin verior e komuntar për vitin 2026. Për këtë pikë të analitikë në vërtëm inxhinieri do të shkruajë. Në lidhje me masat për planimin e zjarreve në Pyro të Vota, ana e sektorit Pyro të Vota, shkarkuar në projekte një, ky bazuar në ligjin e Pyro 57/2020, me një privat. I Pyro i cili cilëson se çdo muaj të mars, të vitin të çdo viti në muaj mars, bëhet mirëtimi tonë si bashkët i masave për planimin e zjarreve në Pyro të Vota. Ne të kemi pasur zjarre në Pyro të Vota, por një paranalim i mundshëm i zjarreve në Pyro të Vota duke hartuar një plan masat me parcela aty ku është më nevojshme dhe më problematike në tyre, është hartuar që hartuar dhe bashkë në hartat përkatëse, hartat e rrezikut për zjarret e Pyro të Vota, dhe është parashikuar edhe një fond interesant në rast të rëndës të zjarreve në Pyro të Vota. Shpresoj që zjarret mos jeni, masat e kemi marrë, por rreziku vazhdon nga koha e periushave të pasqyrave verore, është të lutë në rënë nga zjarret të Pyro të Vota. Është hartuar ky projekt për masat në zjarreve të Pyro të Vota. Ka vështirësi me iniciativën e pikën 6? No, atë në pasi parë të budjetë, një të cilë. Está para que o povo Está bom bem, tá? Está puxando o campo. Ka vështirësi me diskutim pikën 6? Ja hapëm votim pikën 6 pro. 18 pro, kundër s'ka, s'ka, me e torë. Ne fillojmë me pikën 7. Projekt vendim për rishikimin e veçantë numër 10, datë 29/4/2026, mbi dhënien e linjës financiare të mitigation familje që janë dërtuar nga përmbyti me datë 26/8/2025 nga Norte Bashkisë Lokale. Për këtë pikë të analitikë, në veçantë të gjithë e zyrës të emergjencave civile, do jetë për një tani.
paraqiten në këtë reglement për një rishikim të dënimit qytet në shtetën e vet, do të thotë në nivelin e zgjedhjes, në ministrin e familjes për një të teknologjisë. Në këtë reglement kemi paraqitur disa argumenta për pjesën e vlerësimit të dy familjeve të kthyer nga lista totale për të personave që shëndohen. Fundazione che fa poco semplice. Il Ziegenstock. Squadra reale del Ziegenstock. Pro. Dat maar pro. Una scorsa in stop, una cosa. Perché se lo metti in te, Projektami wydają miejsce na cała Kanadziejska familie czy ewentualnie dla problemy wydał gratis władzy administracyjnej dla normy też złapać. A to jest technologiczne, dla tego jest. Përkuasi në gjashtë vete me kishë një përmetje tjetër që në në territorin tonë, në gjashtë pare 26, për afillon ditineri përsërin përmetje, në matleta për njërësush për herë, kemi pasë më 15 kërkesa që në parashit të sektorit tonë, dhe nga këto kërkesa, Komisioni Ndrytur në Ullën e të Dashnis ka bërë verifikimin në vend të rasteve dhe kanë rezultuar që 8 familje kanë probleme me banisa. Nga këto kena paraqit dokumentacione tekniko-ligjore për këtë familje, si maslisje të bashkëngjit, në nevojë në totale 2.314.800 dhe në masa 50% të rejtimit bas ligje, është 1.170.423. Është një listë bashkëngjit që kemi në pranë, dhe në asë të të përësim. Poco semplice, discutiamo più di te. Tirando do gigante pro. Dat maar pro. Neem een stap niet uit het parlement. Heel veel in het land. Rapporten in Oekraïne te beschikbaar zijn voor Oekraïne in januari 2019. Maar het versimi per situatie met Jan finanziaria in januari 2019 dat is wel fijn. Voor dit weekend in Piet. Maar dat is voor je mena. Në prezentuar e tjera, çdo vit kena 3 monitorime, 4 monitori, 8 monitori dhe rasa është 12 monitori për vitin 2025. Është një raport financiar, po është i detajuar si për pjesën e të ardhmave edhe për realizimin e shpenzimeve për pjesën faktike. Të ardhurat e vetat bashkisë gjatë 12 mujor vitit 2025 janë realizuar në masën 99% presuar me të ardhurat e vetat të planifikuara për 12 mujorin 2025. Ato të ardhurat e bashkisë janë nga tasat vendore, dhe tarifat vendore dhe i kene specifikume realizimin në përshimje të secilës projektime. Në lidhje me të ardhurat që vinë nga buxheti qendror, kena bënë me transfertat, pa konsume të konsume dhe të pa konsume sektoriale. Të ardhurat nga transferta e pa konsuar e përgjithshme janë realizuar në masën 103%, të ardhurat nga transferta të konsuar janë realizuar në masën 98%, të janë përdorur në apërën e financë të pensione dhe deleguar si gjenet civile, qendrat kombëtare për ilustrimit të institucione të tjerë, si dhe për realizimin e projekteve që vinë të financuara nga buxheti i shtetit dhe transfertat nga transferta pa kushtuara sektoriale janë realizuar në masën 97%. Specific prej relacionit dhe raportet janë të specifikume të gjitha programe buxhetore të shpenzimeve dhe janë në përfshirje dhe raporte të ndryshme siç na i kërkon Ministria, sepse është një raport që ne e prezantojmë dhe e kërkojmë nga Ministria e Financave. Në fund kena dhe anesin për treguesit financiar të 12 mujorin, janë raporte që bëhen për shembull raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndër të ardhurat të përgjithshme që është realizuar në masën 100%, raporti të ardhurave të veta vendore ndër të ardhurave të përgjithshme janë në masën 14%, raporti të ardhurave praktike nga taksat dhe tarifat vendore ndër planin fytyror janë në masën 91%, raporti i shpenzimeve kapitale ndër shpenzimeve të përgjithshme janë në masën 26%,
Raporti i shkencimit për personelin dhe shkenzimet përditshme janë në masën 35%, raporti i detyrimeve tatimore të parkuar në fund vetorë tatimore janë në masën 9%. Kjo ka konsiston të pjesa e monitorimit, tinave raportin e gjendjes financiare, që ka të bëjnë me pjesën e detyrimeve të bashkisë, janë në përmirësim, për arsye sepse ne kena më shumë se përgjysmu pjesën e detyrimeve të prapametëve, kena dhe një plan shkyrjesh, nga raportimi që një bëjnë në testare, jena në masën 4.9 milion lekësh detyrime, ku vetëm 1.1 milion kanë qenë me të ardhurat e veta që tashmë është likuidu, si që e citova më përpara, dhe pjesa tjetër janë fonde që ne presim të vinë nga ministria dhe kanë të pa likuiduar për të tërë. Tash e shokën si s'ka dhe lihet në pjesën e zbatimit buxhetit për vitin 2025. Ka vështë një pyetje? Pikën 9. Here, how is it? Pikën 9. Pro. Cut my pro. Punë start, punë start. Atëherë, fillojmë me pikën 10. Raport me punën e Këshillit të Bashkisë Ballkane për fillimin e periudhit e vitit 2025. Për këtë pikë në ditë, sekretari i Këshillit e Genetit, unë nuk na Mas në do dhe hitë. Nga raportuka e vedetin e Këshillit, se e tojnë të më të 2025, është muni i fanë shqiptarëve, edhe një është me parasita me tem sa ma kanë sajtë me publikun, për punin që në më Këshillit Bashkiak. Por qështë ta njërit pajisën e materialin, ta njërit dhe një, po shkotimisht, za vitin 2025 është zhvilluar 69 komisionesh, me pjesëmarrje në 157 shqiptarë. Për periudhën janar-dhjetor 2025 janë marrë 14 lare Këshillit Bashkiak, janë marrë shërtim madhe 3 projektvenime, nga të cilat janë miratur të avezëzhvenime nga ana e Këshillit Bashkiak, nga të cilat në këtë avezëzhvenime të kenë marrë shprehje pozitive ligjore nga institucioni i prefektit, nëse ajo është janë këtyr për i shërtit për autopërësim, cilat janë përësuar në mëjtë dashën, pasvarës, nëse është 7 projektvenime në këtyr nga ana e Këshillit Bashkiak për përësim. Në nëvërimet ma kryesore se janë marrë vitin e kaluar është mirëtimi i tavaneve buxhetore për vitin 2026 dhe februar 2026-2028, mirëtimi i venimeve për vendimit financiare familjes që kanë mësuar dëme nga kërkesitë meteorore, mirëtimi i venimit për mirëtimin e vlerës maksimale të subvencionit së rastit të ekonomie për vitin 2025, vendimi për ngritjen e komisionit strehimit, vendimi për mirëtimin e planit për anërimit vëshurjes së zjarreve në kryo të kuvota për vitin 2025, mirëtimi i vendimit për mirëtimin e planit social vendor 2025-2028 Bashkisë Orajës, mirëtimi i vendimit për buxhetin e vitit 2026 dhe programin buxhetor afat-mesin 2026-2028. Ndarjet e Këshillit Bashkiak kryesisht janë frekuentuar me rreth mesatarisht 25% e këshilltarëve. Rreth 35% e tyre nuk e frekuentojnë rregullisht lagjen e Këshillit. Kjo është para shumë ridiket në antarë e Këshillit. Kena kërkuar vazhdimisht që prezenca në lagjen e tjerë maksimale më atyre. I gjithë dokumentacioni për ekranime shërtuara që të lehë Këshillit është në pasin web Këshillit, për të dhe mundësit qytetarëve që njihen me to. Në regjistrin online për transparencën e lehë Këshillit kanë dokumentuar gjithë informacionet, videohet, të detyruar material lehjes, oraret e mbajtjes, videot e lehjes dhe procedurale e tyre. Lehjet e Këshillit janë transmetuar të gjitha online në Facebook Këshillit Bashkiak, e cila me jep mundësi Këshillit Bashkiak të jetë në pavarësi në transmitimin pa ndërprerje të mbledhjeve dhe krijet në mundësi të jetë sa më transparent në lidhje me zgjidhje vendimet që
dhe problemet që drejtohet për krahun e qytetarëve. Në Këshillin Bashkiak në vitin 2025 janë adresuar 8 kërkesë ankesa, të cilat janë trajtuar shpresërisht dhe është përzisje zyrtare ankuese. Pjesa më e madhe e ankesave ka qenë për problemet e shkoneve, për hapjen e rrugëve e tjera. Po shumë vjetë si ka shumë pak ankesa nga qytetarë, në cilët do të shtuar komunikimi për të ftuar ato të adresuar shqetësimet e tyre të Këshillit Bashkiak. Gjithashtu të aprilit 2025 kemi pasur një peticion ministrit qytetar depozituar në Këshill në vitin e qërë dhe kopsh në drejt i Bashkimit Odejës, peticion i cili është shkruar nga ana e Këshillit dhe është përfshirë në buxhetin e vitit 2026. Konsultimi dhe publikut. Këshilli Bashkiak i ka kushtuar një vëmendje veçantë të drejta publike për projektet të cilat kërkohen nga ligjit. Janë zhvilluar gjatë vitit 2025 8 dërgjesa publike për 12 projektate. Po ato konsultimeve janë marrë në konsiderat pretendimet e ndryshme nga grupet e interesit që janë prezente në këto konsultime, janë paraqitur Këshillit dhe janë përfshirë në ndërmarrje. Aktivitetet kryesore të Këshillit në vitin 2025 në bashkëpunim me projektin Bashki Porta janë realizuar disa trajnime për këshilltarë të anëtarë të disa komisioneve, si dhe kryetarit dhe sekretarit të Këshillit Bashkiak. Në datën 12 nëntor 2025, Këshilli Bashkiak ka realizuar një open day me grupe të ndryshme interesi, lidhur me aktivitetin e tij nga viti 2025. Këshilli Bashkiak Odejës për aktivitetet e vitit 2025 ka shpenzuar si në kalendar specifik pa përfshirë honorare të këshilltarëve, të cilat janë përjashtuar nga shumë. Dhe pjesa më e madhe e këtij shpenzimi janë kancelari dhe shpenzime të tjera për marrëveshje aktive të Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak ka miratuar planin e aktiviteteve të vendimmarrjes së konsultime për vitin 2026, të shërbëruar me një buxhet prej 3.400.000 euro. Këtë kena miratuar votor për këtë temë. Këshilli Bashkiak ka marrë pjesë në aktivitetet të organizuara për rregulltari të ndryshme, si për shembull takime me shoqata të ndryshme dhe qeveritare, të cilat operojnë në bashkinë tonë. Pak a shumë, ky ishte aktiviteti i Këshillit Bashkiak gjatë vitit 2025. Faleminderit. Ja, më ka parë. Atje pile një majtë, vazhdojmë me pike një majtë, është diskutimi më ishme ku shkuar një gjënë drejtu bashkisë vërdajnë me tjera dhe bërgajnë në bashkisë që nga prezentat. Po, Sami. Stai tutto fatto. Panorama. E a realizzazione delle famiglie ci propone di scegliere che anche vostri in altra in una salita. E ha bisogno non sapete bene come faccio a sottolinare anche di più. Ma? Cosa sta
Remotautie. Ja, voor de jongen. Kur do që i flet, Atë të kështu. jam nga të shqilit, nuk jam të masë e si të nërgosh. A dhe që se si janë familje që jetojnë, po atë që janë jasi të vinë aty janë të ato taksa. Atë kështu më soni sa ta vitë një mujë dojnë që atë gjanje në rëndë të më e dojnë. Në kryte të si të nërgosh. Jam arro që më ka më kontaktu në rëndë. Në da morin për asyri dhe se një, por janë të ushtru 4 kilometra në stari për skajt, sot që në klasë, dhe kur i përgujnë taksa dhe ato të Italisë, dhe në bajnë o atë. Se ndashme e ti kjo për mërjedhin e taksave familjarve, jena asë nivelli në 10% të banorë. Pra në taksave familjarve që mërjedhin, nuk i vjen më bo asë 100 meter rrugë moshtë të vështu. Që rrugërit më të ishma mirë. Ne nga të shtu asë falë që në menë në bashkia e New Yorkut, jo dhe Prodesë. Masarojnë se janë frike, që poshtrojnë, mojnë se 35 km asfalt. A 10% e familjarë. Armen, sa përqen e familje ka bërë taksa? Bashkë të bërë. Nuk ka edhe ke parashikimi që është do është një pas një vëllë rritje, nuk shanë problemet do nuk që majë ka përfinë. Për 10% ka bërë. Sa që rëzime me statistika që sa gjatë mire, vështim bashkis që mund nga sugjerove që mund bërë i bene. Ti e ke për vëllë në shkollë. A gjydojnë zonë, të të gjërat duke që bojnë në mësë, të të i bestu të që të mund e e më shkollë, për zonë e gjyda.